Mos hani kurrë fiq nëse vuani nga këto tre sëmundje. Fiku është një frut i këndshëm dhe i ushqyeshëm. Përdoret i freskët, i thatë, si dhe i përpunuar në produkte të ndryshme si marmalata ose reçel. Përmban shumë karbohidrate që në fiqet e thatë arrin mbi 60%, si dhe albumina të yndyrnave. Fiqet e njom kanë një vitaminën C, provitaminën A dhe hekur. Ato rekomandohen të përdoren nga personat që duan të dobësohen nga anemikët si dhe ata që ndjejnë shumë të ftohtë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fiqet japin organizmit forcën dhe nxehtësinë. Nuk këshillohen të përdoren nga ata që vuajnë nga sëmundja e sheqerit. Përdorime të mira të mjekësisë popullore, fiqet kanë gjetur kundër kapsllëkut, por fiqet nuk rekomandohen për ata që vuajnë nga diarreja. Në rastin e acarimit të faringut, të mishrave të dhëmbëve dhe të rrugëve të frymëmarrjes, lëngu i përgatitur nga zgjerrja e fiqeve jep rezultate më të mira. Qumshti i fikut ka gjetur përdorime praktike në heqjen e kallove, si dhe për të lyer kundër reumatizmës dhe dhimbjeve të tjera artrike. Qumshti i fikut e egër përdoret edhe në heqjen e lythave në sipërfaqen e duarve ose të këmbëve. Por fiku është një frut i cili duhet të konsumohet me kujdes. Nëse e teproni me konsumin e fikut në përditshmërinë tuaj, ai mund të shkaktojë efekte anësore në stomak. Fiqet janë një burim i mirë i fibrave dhe rekomandohen për një zgjidhje shumë të mirë për problemet e organizmit, duke filluar që nga konstipacioni deri te mbipesha. Gjithsesi, pavarësisht të mirave që i dhuron organizmit, frutat e ëmbël të verës mund të jenë agresiv ndaj stomakut tuaj. Kjo ndodh pikërisht kur përmbajtja shumë e lartë e fibrave e cila interferon në mirëfunksionin e organizmit, duke u shkaktuar një rëndesë më të madhe të stomakut dhe duke krijuar gjithashtu edhe probleme tuaja të tretjes. Ekspertët tregojnë se persona të cilët konsumojnë një sasi të madhe të fikut në përditshmërinë e dietës së tyre mund të vuajnë gjithashtu nga shqetësimet e tyre të stomakut, të cilat mund të jenë edhe të shoqëruara me dhimbje. Konsumi i fiqve në sasi tepër të mëdha mund të nxjisë gjithashtu edhe të përkeqësojë fryrjet tuaja të stomakut. Dhimbja e stomakut nuk është një problem i vetëm, pasi mund të shkaktojë gjithashtu edhe probleme të tjera shoqëruese për organizmin tuaj. Këtu mund të futen edhe probleme të sistemit tretës siç janë fryrja e barkut dhe gazrat. Mënyra më e mirë për të shpëtuar nga ky problem është të konsumoni një sasi të limituar të fiqeve në përditshmërinë e dietës suaj. Nëse i konsumoni më shumë nga sa trupi juaj ka nevojë, atëherë përgatituni për këtë efekt anësor. Fiqet gjithashtu mund të krijojnë shqetësime të ndryshme në shëndetin tuaj të lëkurës. Ndaj nuk rekomandohen që të konsumohen më shumë nga sa trupi juaj mund t'i tolerojë, pasi mund të nxjisë edhe përkeqësime të organizmit, sidomos edhe efekte anësore të shëndetit të lëkurës. Fiqet janë ndër frutat më të mira për të lehtësuar problemet kronike të lëkurës suaj. Kjo pasi ato përmbajnë sasi të mëdha të antioksidantëve, të cilët mund të bëjnë ballë problemeve që shkaktojnë radikalet e lira. Përrjedhoi mbajnë rinin dhe shëndetin e lëkurës për vite me radhë. Gjithsesi, konsumi i tepërt i tyre mund të bëjë që lëkura juaj të jetë më e ndjeshme, sidomos ndaj rrezeve të diellit dhe atyre ultravjollës. Ndaj në këto raste tregoni të kujdesshëm me sasinë që shtoni në dietën tuaj me konsumin e fiqve, pasi ato mund të shoqërohen me probleme të ndryshme të tyre. Konsumi i tepërt i fiqve në dietën tuaj mund të sjellë dëmtime të parikuperueshme për shëndetin e mëlçisë. Ndër efektet kryesore negative të konsumit të fiqve nis që nga sistemi i tretës. Kjo pasi duke qenë i pasur me kokriza të vogla në brëndësi të tyre, ato janë të vështira për të tretur si duhet nga trupi juaj. Këto fara mund të jenë të dëmshme edhe për shëndetin tuaj të mëlçisë, gjithmonë nëse fiku konsumohet në sasi tepër të mëdha. Nëse i konsumoni më shumë se sa duhet fiqt, mund të kenë ndikime edhe në shëndetin tuaj të kockave. Konsumi i tepërt i fiqve në përditshmëri mund të ketë një ndikim negativ të kockave tuaja për shkak se ato mund të jenë edhe me oksalate të cilat janë rezistente te ky frut.
Oksalatet janë një lloj kripe që redukton kalciumin në trupin tuaj, duke depërsuar kështu kockat tuaja. Fiqtë nuk rekomandohen të konsumohen nga personat që vuajnë nga sëmundjet e kockave si osteoartriti ose artriti. Gjithashtu, fiqtë janë të dëmshëm edhe për personat që vuajnë nga veshkat, graçtat zana ose leonat. Këtu bëhet fjala për konsumin e tepërt të tyre. Për shkak të disa mineraleve të cilat përmbajnë, mund të kthehen në një problem për organizmin. Megjithse, nëse jeni një adhurues i konsumit të këtij fruti, konsumojeni atë me moderi, dhe kështu përfitimet e tyre do të jenë edhe më maksimale për organizmin. Fiqtë mund të konsumohen në forma të ndryshme, por gjatë sezonit këshillohet të konsumohen më shumë fiqtë e freskët për të marrë përfitimet e tyre ushqyese edhe për të lehtësuar komplikacionet e organizmit. Fiqtë e freskët, kur krahasohen me homologët e tyre të thatë, janë më të ulët në kalori dhe me një përmbajtje sheqeri, gjë që i bën ato një alternativë e sigurt për diabetikët. Fiqtë e thatë nga ana tjetër janë në burimi i pëlqyer i kalciumit. A i dini se një fik i vetëm është i mbushur me më shumë se 13 mg kalcium? Fiqtë janë të mbushur me vitaminën A, B dhe minerale si fosfori, kalciumi, hekuri dhe kaliumi. Një faktor tjetër që i bën fiqtë e preferuar në mesin e nutricionistëve është përmbajtja e tyre lartë e fibrave. Ushqimet e pasur me fibër ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe mbajnë në kontroll nivelin e kolagjenit tuaj. Konsumi i ushqimeve të tilla ndihmon në nxitjen e një ndjenje të ngopjes, gjë që ju bën të keni më pak bezdi, të lehtësoni humbjen e peshës në planin afatgjat. Fibra është shumë e rëndësishme për ruajtjen e shëndetit të mirë të tretjes. Ndoshta kjo është një arsye pse konsumi i fiqve të njom ka qenë një nga mjetet juridike shtëpiake më të besueshme edhe kundër kapsllëkut. Kapsllëku përcaktohet si një lloj gjendje kur një person ka vështirësi të zbrazë ose të pastrojë zorrët. Sipas një studimi, rreth 22% e personave në botë mund të vuajnë nga shqetësimet e kapsllëkut. Megjithatë, mbetet një nga kushtet më pak të diskutuara. Nëse lihet pa u trajtuar, kapsllëku kronik mund të çojë në kruajtje, dhimbje edhe probleme të forta. Kapsllëku i butë nga ana tjetër mund të shmanget me një grusht produktesh natyrale. Ngrënia e fiqve mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë. Sipas Healing Foods nga Suzanne Curtis, fiqtë janë një burim jashtëzakonshëm i fibrave. Përfshirja e ushqimeve të tilla me fibra në dietën tuaj do të jetë një mundësi e çmuar për t'i bërë ballë problemeve të tretjes. Ajo që ju bën të qani ju bën edhe më të fortë, por kjo gjë funksionon edhe me qepën, gjithashtu edhe me fiqt. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj ditore mund të luajë një rol të mirë parandalues për inflamacionet e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Konsumi i fiqve në vaktet tuaja ditore, kryesisht fiqve natyral dhe atyre të freskët, mund të lidhet me një sër përfitimesh për organizmin. Konsumi më i mirë i fiqve është herët në mëngjes, në mënyrë që ato të pastrojnë si duhet sistemin tuaj tretës gjatë gjithë ditës. Pastrimi i sistemit tretës është një nga veçoritë unike të këtyre frutave të ëmbël të verës. Fiqtë janë një nga frutat më të shkëlqyer për shëndetin e mëlçisë. Ato kanë nivele të larta të alkaneve dhe prandaj ndihmojnë në rregullimin e pH-it të tretjes. Fiqtë janë të pasur gjithashtu me antioksidantë, të cilët parandalojnë edhe dëmtimin e shkaktuar nga radikalet e lira. Kur konsumohen në mëngjes, fiqtë qetësojnë organizmin, japin energji dhe ofrojnë vetëm ëmbëlsi natyrale, lehtësisht të përthithshme nga trupi i njeriut. Konsumi i fiqve në mëngjes shërben si një rregullues dhe stabilizues i presionit të gjakut dhe aktivitetet e ditës në vijim. Falë përmbajtjes së lartë të kalciumit dhe magnezit, fiqtë janë në gjendje të relaksojnë enët e gjakut, duke siguruar mineralet të duhura për balancimin e elektroliteve. Sipas studimeve të cilave u referohemi nga Healthline, fiqtë rekomandohen të konsumohet herët në mëngjes për të pasur fuqi dhe shëndet të mirë gjatë gjithë ditës. Kjo falë fibrave mineraleve që ato kanë në përmbajtje. Fiqtë janë një burim i mirë i proteinës, fosforit, glukozës dhe kalciumit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.